Dhe Arifi, do të kur i dha që nesër pas nesër mund të flasim për emra konkret. A është emër konkret Vjosa Osmani për Kurti? Unë nuk e di çka ka në plan. Kurti e ka një fuqi që ne nuk e kemi, kërkush. Ai i ka 66 vota, po flas me votat e minoriteteve jo serb. Kur i ke 66 vota, ti mundesh me bëj çka dush me këtë vend. Për jo 2 ditë, po për 1 orë e gjen kandidatin që ja voton PDK-ja, apo LDK-ja, apo Aleanca, megjithëse me veç me vot Aleancë nuk jafton. Ti përcakton dinamikat politike. A shkojmë zgjedhje që më pyet, apo jo varet nga Kurti, nuk varet nga Lumiri as nga vetëm Bedreu. Nëse ky don me çu vendin zgjedhje, pret deri momentin e fundit dhe çatë për çatë është Vjosa dhe Vjosa nuk i merr vota dhe shkojmë zgjedhje. Për me u zgjedh dikush duhet me lobu. Partitë opozitare. Po së dikur ti ka filluar këtë takime? I ka fitu, po... S'po ka konsensus? Më parem, soher nuk don me bo Kurti diçka tradicionalisht, ja nis me fol për parime dhe për kritere. Kur ja nisa me fol për parime dhe kritere, dihet që nuk ka zgjidhje atë. Për jamër u dash me fol, me njëherë pra mas i ka thonë, e kom kuptu shumë drejt edhe mirë kur ka thonë që mas pari ta votojnë buxhetin ato në rregull sepse kanë qenë urgjente. Po qysha ditë që u votu, ko dash me thonë që unë e kam propozime këto me ja vazhdu mandatin. Besoni që këto fara nuk janë diskutuar në takimet e brendshme, apo mund të jenë diskutuar? Nëse kanë diskutuar, janë ka rrajnë të krejt. Apo thujnë që jo. Nuk e, ndëgju, du të thënë, nuk ka emnat përvesëm. Tash unë duhet me ju besu që ka po thujnë këtyne. Nëse unë nuk përjashtoj mundësin që sonte për derisa në të po flasim këto, ata që janë bashkë dikon, sepse që ashtu ka ndodhë dhe për para, edhe janë të diskutu qysh me masku propozimin e tyne që atë dit me kalu. Kosovë është, ka ndodhë ma parë, edhe në thujnë është pazar politik. Politika në demokraci është pazar politik. Dhe muj me na befasu, e unë uroj që ta befasojnë të ke fundit. Veslet e gjeni kandidat që i merë 80 vota prezent dhe 61, në regull është nëse mirën vesh. Tash, unë kërkush nuk e din çka janë ata të folë dhe çka janë të komuniku. Është pa imagjinueshme me besu që komunikimi po ndodhë vetëm gjatë takimi. Nëse ndodhë vetëm gjatë takimi, atër e ketë sigur që i ketë zgjedhje. Zgjedhje? Po, atër zgjedhje. Kurti dhe liderët e tjerë partije po duan që ti shmangin zgjedhjet. Zgjedhjet shmangen me emra konkret, apo jo? Po. Por aktualisht s'ka? Po s'ka, sepse këj ka, Lumiri tha mirë. Unë tha i kam 15 vota, me 15 vota s'moj me zgjedh presidentin. Edhe në tash, ajo ideja ime që... A ishte edhe mesazh për zotin Kurti që tha që s'ka qasje përjashtu se LDK-ja ndaj emrave konkret, ndaj Vjosa Osmanit në veçantë? Po, është qasje shumë e mirë, sepse nuk po ja bën bajat që është atë poplin start. Hajde ti, pas ta i bisedojmë, a i ka do kolega, të 15 veti, ka, ta mujnë mu marrë vesh, ape votojmë, as po votojmë, pas ta jep një përgjigje. Pas që ato s'ja ka dhonë, as për Vjosën, të më thonë, Vjosa që është bajagi një kontribut shumë i madh i fitores të Kurtit në vitit 2021 dhe rrugtimit tina politik. Të më thonë, nuk ka pas shumë vërejtje në performancën e Vjosës nga lëvizja vetëvendosje. A është